Pamja ime është që ka drejtuar mirë. Ka qenë e matur dhe me sens të rregull dhe të fort kombëtar. Këto janë dy cilësi të çdo presidenti në një vend demokratik. Tani ajo ai ka pasur këto të dyja, pastaj vjen arsyeja rrezon politik. Pastaj vjen arsyeja politike. Dhe arsyeja politike është se do ta kishëm thënë përpara, Vjosa nuk I ka votat për të rizgjedhur. Atëherë do koalicion të brendshëm, do koalicion parlamentar, do përkraje të gjerë në parlament. Po pyetja bëhet, e merr Vjosa apo se merr? Me sa kam parë unë, kaq sa kemi ndjekur ne nga Shqipëria, ajo ka qenë një figurë bilaterale. Nuk ka qenë shumë monoliterale. Domethënë, ka qenë e të dy krave, nuk ka qenë vetëm e një krau si presidente, dhe unë pak të mund të jemi gabuar, e kam bënë re që e ka pasur ekuilibrin. E të dy krave të politikës është presidente. Domethënë është e gjithë popullit. Presidentja nuk mund të jetë e një krau, sepse nuk ka forcë ekzekutive, ajo ka vetëm forcë juridike atje. Ndryshe do flisim po të ishte çështja për kryeministrin. Ai është direkt I sferës politike. Kurse ajo është të gjithë krave, pavarësisht se e ka zgjedhur vetëm një krah. Pastaj ne nuk e dim si kanë dalë votat e saj. Por çështja qëndron që president, ajo si presidente ka qenë e ekuilibruar. Ky është mendimi im. E qartë, dhe në fakt është parë edhe të ketë lidhje raporte mjaft mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe presidentin aktual Trump. Do t'jap kjo një ndikim? Po natyrisht, këtë kisha dhënë parasysh që ajo ka qenë në marrëdhënie shumë të mira me aleatin e tyre të madh. Që ata kanë aleat. Jo vetëm aleat. Pa ai është mbrojtësi real I Kosovës që kërcënohet nga slavët. Dhe jo vetëm kaq, po atje ka trupa amerikan, ju e dini. Pra ai është një shtet shumë shqiptar, ka ngritur shumë personalitetin e botës shqiptare. Jo vetëm në gatishëllin ton, por në të gjithë botën. Dhe unë jam I bindur që nuk do kenë krizë dhe do vazhdojnë normalisht. Duke I qëndruar dhe mbështetjes amerikane të cilën ata e kanë.